Të përdorura tashmë masivisht, kryesisht nga të rinjt për të shmangur trafikun në rrugët e qytetit të Vlorës, monopatinat elektrike janë kthyer në një rrezik të madh sa i takon numrit të aksidenteve, pasi këto mjete janë të përfshira sidomos gjatë këtij viti. Sipas policisë, në 7% të numrit total të ngjarjeve rrugore janë të përfshira biçikletat dhe monopatinat. Këto të fundit janë kthyer në shqetësim serioz në rrugët e vendit për shkak të shpejtësisë që arrin dhe mungesës së respektimit të kodit rrugor nga drejtuesit e tyre. Edhe qytetarët e Vlorës e shikojnë me mjaft shqetësim këtë situatë. Është reale. Është një mjet që përdoret tash që edhe përvoja shqiptare është e vogël në këtë mes dhe është jo i sigurt. Do rrugë të sigurta, do trafik të shfryr dhe është e rrezikshme. Ja, i mbir, ishte i rritur, i erdhi monopatina, sa e përdori theu krau. Domethënë është i rrezikshëm. Duhet merret masa që të kufizohet kjo lëvizje. Duhet të ketë korsinë e dur njërë mbi gjitha, jo atje ku janë makina, duhet të ketë korsi të dur këto monopatina dhe duhet të kenë kujdes, mos va japin fëmijëve të mitur, prindrit duhet të kenë kujdes në edukimin e fëmijëve për këtë problem. Se është e rrezikshme, ja siç pam në Tiranë, është e rrezikshme. Po rrezikës jo për neve, po për të gjithë është rreziko burr. Tashi duhet ketë një farë rregulli që të komandohen, të ecin me kujdes se humbasën jetën, ja ata humbën jetën atje në Tiranë, gati është njëri për të vdekur. Po edhe këtu po edhe një çik kërkesë duhet ketë nga organet tona të. O, zot, të vërë dorë policia burr. Që po ndodhen skandale. Unë punoj atje të sheshi Lugomarës dhe Lodrat. Atje dalën 50, 60, një herë, për placen. Ka ndodhur gjëra të pabesueshme. Pra keni parë raste që janë? Sigurisht. Kemi parë. Unë jam prezent atje, ditë për ditë. Që ka rënë, janë shqyer, janë vrarë. Pra janë të rrezikshme? Jo të rrezikshme, super të rrezikshme. I përdorën si lodra fëmijësh, pa ato janë mjete, pa kukore, pa përgjegjësi ata që i japën atje. Nuk i pajisin. Janë të rrezikshme? Po të rrezikshme. Shteti dhe rrugë po sa vjen. Çfarë masash duhet marrë? Po ta të ndaloj, edhe ata marrë vetëm çaf, marrë të tjerë me çaf. E jo vetëm në rrugët kryesore të qytetit, monopatinat po i shohim të qarkullojnë thuajse në të gjitha rrugët e qytetit, duke arritur shpejtësitë teje të lartë. Këto mjete duhet pajisen me leje drejtimi, thonë qytetarët. Mendoni se duhet ketë edhe dokumentacionin përkatës një drejtuesi monopatinave? Apo siguracion? Patjetër, mendoj se po. Duhet ta ketë këtë gjë që të jeti garantuar që ai përdorues të jeti trajnuar, jo kështu. Të jeti trajnuar si duhet ta përdoru, ku qysh tek çfarë shpejtësie etj etj. Është mjet i rrezikshëm. Pik mohabeti, është mjet i rrezikshëm. Nuk është për ne shqiptarët, jemi edhe një çik të liberal nga shpirti, edhe nuk i respektojmë rregullat e qarkullimit si duhet. Po nuk e di se ata nuk kanë patent, as kanë gjë, janë ashtu si punë biciklete janë ato. Pra duhet ketë patent, duhet ketë... Po duhet ketë një ashtu, një farë moshe ta ketë për ta përdorur mosha ashtu, që të ruan edhe ata, po të ruan edhe këta udhëtarët, edhe shoferi vetë bie prej asaj kështu. Duhet që të merren masa, pra çfarë masash duhen marrë? Duhet që këta persona të kenë patent? Jo, të kenë patent. Po të kenë kukore. Të bëhet e qartë që mos të dalin në rrugë kryesore, të punojnë vetëm në këto korsitë e bicikletave. Këto janë masat që duhen mirë, se nuk i ndalojnë dot. Monopatinat elektrike po kthehen gjithnjë më shumë në një mjet masiv transporti për qytetarët e Vlorës, të përdorura kryesisht nga të rinj për të shmangur trafikun e dendur. Këto mjete të vogla dhe të shpejta janë bërë pjesë e përditshmërisë në rrugët urbane, por duke u kthyer edhe në burim potencial aksidenti. Përveç të rinjve, ato po përdoren gjërësisht edhe nga fëmijët, duke dhe në rrezik serioz jetën e tyre. Shpejtësia e lartë, mungesa e kontrollit dhe mos respektimi kodit rrugor nga drejtuesit e tyre janë disa nga arsyet kryesore që i kanë kthyer këto mjete në shqetësim serioz. E në shumë raste, monopatinat lëvizin me shpejtësi 30 deri në 50 km/h, duke të i kaluar kufirin prej 25 km/h që u lejohet, pasi klasifikohen si mjete të lehta.
Rreziku nuk kufizohet vetëm në qytet. Monopatinat qarkullojnë tashme edhe në rrugët interurbane, shpesh pa standarde sigurie dhe pa dokumentacioni ligjor. Specialistët e sigurisë rrugore kërkojnë rregullimin e qartë ligjor dhe që për çdo mjet që kalon shpejtësinë e lejuar të kërkohet leje drejtimi dhe siguracion.